Oqeanet kanë qenë dikur jeshile dhe mund të ndryshojnë sërish ngjyrë, çfarë zbulon studimi. Shkencëtarë thonë se oqeanet e tokës të njohur për ngjyrën e tyre blu të thellë, një ditë mund të përjetojnë ndryshim ngjyrash. Raporti bazuar në një studim të botuar në revistën Nature sugjeron se oqeanet tanë kanë qenë gjithmonë blu dhe në varësi të ndryshimeve atmosferike dhe kimike, ato një ditë mund të duken jeshile, të kuqe apo edhe vjollc. Ngjyra e oqeanit shërben si një tregues vizual i gjendjes kimike dhe biologjike të planetit. Sipas shkencëtarëve, ndryshimet në ngjyrën e oqeanit me kalimin e kohës pasqyrojnë ndryshime të mëdha në atmosferën e tokës dhe format e saj. Kuptimi i këtyre ndryshimeve siguron një pasqyrë të historisë së klimës dhe jetës së një planeti. Studimi i kryer nga shkencëtarët japonez dhe i botuar në revistën Nature përdori simulime për të hetuar se si ngjyra e oqeaneve ka ndryshuar gjatë historisë së tokës. Modelet e studimit të tyre sugjerojnë se në kushte të ulta oksigjeni, si ato miliarda vjet më parë, gjatë një periudhe kur jeta në tokë ishte ndoshta ende në fillimet e saj, e njohur si eoni arkean, oqeanet mund të ishin dukur jeshile. Organizmat e hershëm fotosintetik shkaktuan përfundimisht ato që shkencëtarët e quajnë ngjarje e madhe e oksidimit, një pikthesë ekologjike që futi nivelet konsiderueshme të oksigjenit në oqeanet dhe atmosferën e tokës, duke hapur rrugën për jetën komplekse. Dëshmia e këtij transformimi ruhet në formacionet e hekurit me shirita ku shtresat e alternuara të hekurit të depozituara në kushte të ulta oksigjeni dhe hekuri i kuq i oksiduar tregojnë ndryshimin e kimisë së planetit. Duke cituar një studim japonez në Nature, një artikull në The Conversation sugjeroi se duke patur parasysh theksin e studimit mbi marrëdhëniet midis kimisë së ujit dhe ngjyrës së oqeanit, është e besueshme të imagjinohen oqeane me ngjyra të ndryshme në të ardhmen. Nivelet e ngritura të sqyfurit potencialisht të shkaktuara nga aktiviteti intensiv vulkanik dhe oksigjeni i ulët atmosferik mund të nxisin në rritjen e baktereve të sqyfurit të përpurt, duke rezultuar në oqeane të përpurta, shkruan The Conversation. Në mënyrë të ngjashme, oqeanet me ngjyrë të kuqe mund të ndodhin në klimat e nxehta tropikale ku hekuri dhe shkëmbinjtë e gërryer oksidohet dhe transportohet në det ose nëpërmjet përhapjes algave të kuqe të lidhura me ndotjen e lëndëve ushqyese, veçanërisht nga rrjedhjet e pasura me azot pranë zonave bregdetare. Sipas artikullit, ndërsa dielli plaket dhe bëhet më i shëndritshëm, rritja e avullimit dhe rrezatimi ultravjollc mund të nxisin më tej përhapjen e mikrobeve anaerobe që prodhojnë pigment. Këto ndryshime mund të zëvendësojnë gradualisht nuancat blu të thella të oqeaneve të sotme me vjollcat me ngjyrën kafe apo jeshile, veçanërisht në ujërat bregdetare ose të shtresuara.